bashkë përsëri në pjesën e fundit të transmetimit, ku jam e kënaqur të rikem në studio si të ftuar astrologen e licencuar Elena De Mollari. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit që jemi përsëri së bashku. Se herën e kaluar na u reduktua pak koha edhe I dham një ritëm më të shpejt, megjithatë për fati prekëm të gjitha shenjat. Tani kemi pak më shumë kohë, ndaj do të bëjmë një parashikim, po më thoje, të secilës prej shenjave të horoskopit, por këtë herë me 4 letra. Me 4 letra, që do të thotë, ta shpjegojmë pak kështu para se të fillojmë me një herë? Po, letra tarot janë përdorur nga egjiptianët që mbretërit e tyre bënin parashikime. Kanë qenë në Egjipt, në Francë dhe në Itali. Të japin këshilla, çfarë të ka ndodhur në të kaluarën tënde, në të tanishme dhe të ardhmen. Të japin këshilla, se çfarë do të ndodhë. Të bëj një lloj udhëheqjeje se çfarë ka. Po, të udhëheqën se çfarë do të ndodhë. Mua më pëlqen shumë fakti Elen që ti e sqaron gjithmonë këtë pjesën e gjës që bën, asaj që ofron për publikun, duke bërë një ndarje shumë të mirë mes një astrologu dhe ku diun të fallxhorëve, nëse mund ta quajmë kështu. Nuk ka lidhje. Nuk të bashkojnë me ish partner, nuk të bëjnë magji. Absolutisht jo. Thjesht kjo është një letër dhe s'mund të bëj dot një ribashkim ose një magji. Kjo të jep thjesht një këshill se çfarë do të ndodhë. Dhe më vjen mirë që e bëjmë kështu këtë bisedë, sepse ka goxha konfuzion apo jo. Ka konfuzione se dhe në rrjetet sociale po ngatrojnë gjërat, tarotin po ngatrojnë me magjin, me ribashkimet, me gjëra që nuk janë fare të vërteta. Por mu janë persona që bjen dhe viktima e disa pseudo-parashikuesve që mendojnë sikur janë, por në fakt nuk janë. Thjesht marrin ato shpërblimet e veta edhe vazhdojnë jetën të lumtur. Janë thjesht mashtrime, për mua janë thjesht mashtrime. Dhe bëjmë mirë që e saktësojmë të gjë, se ndoshta dikush është duke na ndjekur në këtë moment, le të kemi pak kujdes, po themi, të mbetemi te astrologjia, të mbetemi te letrat, por pa e kaluar gjën. Mirë, sërish gjatë reklamave po më thoje që një parashikim I mirë do duhet të bëjë me 10 letra, apo jo? 10 letra për çdo shenjë, gjë që ne nuk e kemi kohën. Personal, një parashikim personal që klienti jetë I kënaqur, bëhet me 10 letra. Përfshihet dhe letrat orakulli dhe të flasim me kamër me online. Unë pjesërisht parashikimet I bëj me kamër online, se ka persona që I bëjnë dhe me mesazhe, dhe me të shkruar dhe me voice. Po, e kuptoj. Dhe unë do të jem sa më shumë me drejt për drejt. Ta shohësh. Jo, e du gjën, e du kështu të drejt për drejt. E kuptoj. Mirë, nisim se ndoshta po na mbeti kohë në fund, pastaj flasim prapë për gjëra të tilla, por le të filloj me shenjën e parë, me dashin. Po, do marrim 4 letra për secilën shenjë dhe Elena do të lexoj duke bërë një parashikim për dashin në këtë moment. Dashi në këtë kohë duhet të ketë kujdes nga persona që mund të jenë të varur nga droga, nga alkooli, nga bixhuzi, nga personat që janë naturalistë. Duhet të kenë kujdes se gjatë muajit maj mund të manipulohen dhe mund të bjenë në pjesë e manipulimit. Duhet të shmangin personat negativ ose personat që kërkojnë të manipulohen. Po duhet të kenë kujdes pjesën e manipulimit. Nga data 16 maj, duhet të kenë kujdes se do shfaqet një person që mund të manipulojë. Duhet të kenë kujdes. Shenjës së dashit. Një diplom, një masër që do marrin në punën e tyre, në profesionin e tyre do ecin përpara, po duhet të kenë kujdes me shoqëritë nisit falso. Do të çeli diçka e re. Në lidhje me dashurinë, mund të jetë një lidhje dështuar me ëndra të kota, por përsëri do jenë pak konfuz, do jenë të turbullt, nuk do ndihen se çfarë të bëjnë. Do gjykojnë për marrëdhënie që kanë dhe kanë një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, se kanë Plutoni që do t'japi një rilindje. Nëse kanë të bëjnë me gjykimin ose me gjyqjet, në seanca gjyqësore, do falen. Po pjesërisht do I kenë pak këto pengesa, po jo po të shqetësuar. E kuptoj. Nga ana shëndetësore do jenë mirë, nuk shikoj që të kenë ndonjë smundje vdekje operacione, në anën e financës do kenë pak ato lëkundjet e veta, po në përgjithësi do jenë mirë, do I kalojnë këto pak pengesat peripecirat, po jo për të shqetësuar. Okej, mirë. Bëjmë një përzierje. Pse shiko, ato letrat që ti ishe nuk I kthen më? Jo, okej, në rregull. Vazhdojmë. Demit, shofim Demit se do jetë situata e shenjës së Demit për këtë muaj me që jemi në shenjën e Demit. Demi, ka të bëjë me traditën me besimin beso shumë të Zotit, për njerëzit mund të jetë negativ, për Zotin është I bekuar.
për momentin do i ketë pak gjërat e ngrira, po do të çaj takulli dhe ecim përpara. Se demat kanë pasur dhe situata të vështira, kanë pasur bllokime si në punë, si në dashuri, si në financë, si në biznes, por do kenë fillime të reja. Dikush do i kërkoj të falur nëse këta janë vrarë shpirtërisht, do i kërkoj të falur, bëjnë gati se do marrin lajme të mira, kurse për muajin maj shenjë demi do eci përpara, se janë edhe në muajin e tyre. Janë në muajin e tyre, është periudha e demave tani. Po. Okej, kalojmë tek binjakët. Marrim dhe 4 letra për shenjën e binjakëve. Binjakët, dikush do largohet një largim pune, pushim pune, një prishe planësh, ndoshta dikujt binjakëve do i prishe planet, po duhet të kenë kujdes, pavarësisht që binjakët mund të ketë pasur një mal me probleme, një mal me pengesa, do kenë stabilitet. Udhëtim tregëtie biznesit duhet të ecim parë, nëse kanë bëjmë me bizneset, me udhëtimet, me diçka, duhet të ecim përpara, nëse kanë kaluar situata të vështira, në të kaluarën e tyre, mos e kthejnë më kokën mbrapa. Nga ana shpirtërore do gjejnë qetësi shpirtërore, do i vinë një mirësi, do kapin një mirësi, do kapin diçka të mirë në dorë, do qetësohen nga ana shpirtërore. Fejisa martesa tavolin ditëlindit do gëzojnë, nëse janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira binjakët. Shumë mirë, një parashikim pozitiv, duhet thënë, për shenjën e binjakëve dhe kalojmë te gaforja. 3, 4 letrat e gaforës janë këto. Gaforja do e ndi në muajin maj, tani, po flasim për gjithë gaforet. Okej. Po një gafore do mbi keq se do përfundoj në burg, do i ketë bllokime mentale. Nuk e dim, në të kaluarën e tyre mund të kenë kaluar do një burg, ose do përballen me bllokime mentale. Do jenë të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë, do ndjen vetëm pak të bllokuar, mund ta ndjen vetëm pak të bllokuar në anën financiare, në lidhje me dashurinë, në lidhje me financën, në lidhje me shëndetin. Por do marrin përsëri, do ecim përpara, pavarësisht që do ndjen të bllokuar, vetëm do ecim përpara. Do kenë përfitime të vogla në biznes, nëse kanë të bëjnë me biznesin e tyre, do kenë përfitime të vogla. Do bëjnë shumë udhëtime të gjata. Gaforit, udhëtime të gjata, një largim nga vendbanimi dhe nga ana financiare do jenë të kompletuar. Por smundje, vdekje, operacione, diçka nuk do kenë. Por shikoj që mund të kenë dhe ato bllokimet mentale, mund të bllokojnë dhe në vetveten e tyre, por në përgjithësi do i kalojnë situatat. E kuptoj. Do i kalojnë situatat. Okej, mirë. Periudha e vështirë me çto le. Do jetë një çik periudhë e vështirë, po në përgjithësi do i kalon. Jo për të shqetësuar se thotë ma bëri tragjike ti tani, po jo. Megjithatë, ti je për ta përgatitur veten që është një fazë pak të qetë se janë gjëra kalimtari që do i kalojnë. Mund të kalojnë dhe pak sfida, po do i kalojnë. Luani. Dhe 4 letrat e Luanit. Luani ka kaluar shumë situata të vështira, shumë peripecira dhe për momentin mund të jetë një situatë të vështirë, si në punë, si në dashuri, si në familje, po do i kaloj këtë situatën, do të çeli diçka e re. Dashuri pasionante, pak probleme në partneritet, mund të kenë dhe xhelozi ndaj njëri tjetrit, kanë bënë me persona që janë të lëkundur në mendimet e tyre, kanë mundësi për t'ia dhënë një shans dhe nuk ja japin, por përgjithësi do marrin lajme të mira. Të bëjnë gati se një lek i papritur për shenjën e Luanit. Një pasuria diçka tjetër dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Në anën e financës do jenë mirë, në shëndet nuk do kenë probleme. Po do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Me plus minuse do me thënë. Po, me plus minuse, po përgjithësi do jenë mirë. Vazhdojmë me Virgjëreshën. 4 letrat e Virgjëreshës. Virgjëresha, i pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, arti, profesioni, zanati e punës së tyre. Do kenë fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'jap një dritë jeshile, do të çeli diçka e re. Nëse kanë menduar për një dëshirë, dëshira e tyre do i bëhet realitet. I pëlqen të bëjnë një zanat të dytë, do kenë përfitime të vogla në financën e tyre, nuk shikoj ndonjë problematik, fejisa, martesa, planimetri në blirë shtëpi dy do gëzojnë, do lodrojnë, nëse kanë menduar për një projekt, mund të jetë një projekt pallatësh, diçka tjetër do i bëhet realitet. Nëse kanë menduar për një blerje shtëpie, diçka tjetër, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Por në përgjithësi do jenë mirë. Okej, mirë, pëlqen kjo. Vazhdojmë. Peshorja. Peshorja.
Peshorët duhet të kenë kujdes në muajin maj, se dikush mund të zhytë i thellë më thellë në gënjeshtra në mashtrime, mund të kenë konkurrencë, mund të kenë pak pengesa, por jo për shqetësuar, do i kaloj këto pengesa. Do i plotësojnë një dëshirë e tyre, do kenë një rrugë të gjatë për të arritur ati ku duan, kanë të bëjnë me persona që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë ato xhelozi, janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira nëse ka të bëjë me pjesën e parave, në pjesën e lajmeve të tjera, që mund të ketë një dokument, mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë diçka në lidhje me dashurinë, por do marrin lajme të mira, do jenë një familje kompletuar dhe një dëshira e tyre do e bëjë realitet. Mund të kenë dhe pak probleme në familjen e tyre, po jo për të shqetësuar. Përgjithësi do jenë mirë. Okej. Dhe kështu dham lajme të mira edhe për këtë shenjë, dhe tani kalojmë tek tjetra që i bie Akrepi. Akrepi, në të kaluarën e tyre i kam pasur gjëra të turbullta, po përsëri do qartësojnë nga yjet. Kontrata, puna, firma, dokumenta duhet konsultojnë me një avokat, do dalë kërkojnë të drejtën e tyre, kërkojnë të vërtetën e tyre. Nëse kanë të bëjnë me çështje ligjore, duhet konsultojnë me një avokat ose me një gjyqtar para se të firmosin kontratat. Do kenë një stabilitet në anën e financës, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit, nëse mund të jetë udhëtim puna ose mund të jetë udhëtim qefi. Të ulur të mërzitur në një peme, duke menduar, do mendohem pak, do mërzitem pak, po universi do të jap diçka të bukur në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, me shëndetin, ose nëse janë në pritje disa lajmeve, po të marrë, do marrin lajme të mira. Pavarësisht që mund të kenë qenë pak të turbulluar, se mund t'i kenë turbulluar. Dhe yjet do ketë qartësime dhe çdo gjë do jetë okay. Nuk shikoj ndonjë për të shqetësuar të shenja Akrepit. Okej, shumë mirë. Shigjetari apo jo? Po, shigjetari. Okej, shenja e shigjetarit. Shigjetari duhet të ketë kujdes. Duhet të ketë kujdes se mund të harxojë lek, mund të shpenzojë lek në muajin maj, do ketë shumë shpenzime. Një kuror me sherrë debate, një kredi, një transformim, një shkatrim, një ndikim, duhet të ketë kujdes se mund të shkatrohet në momentin e fundit. Çdo gjë, humbje parash, humbje pune, ndoshta kanë humbur lek ose do shpenzojnë lek. Humbje parash, humbje pune, humbje dashurie, distancë, largësi, varfëri, krizë në partneritet, do kenë dhe pak krizë në partneritet, por jo për të shqetësuar. Kanë të bëjmë për persona që janë xheloz, në qoftë se kanë të bëjmë me çështje pronash, do bëjt një problem i madh, do vi një kohë që do kenë pasurinë e tyre, pronën e tyre. Pavarësisht që mund të ketë pasur një humbje të financës, shikoj një rikuperim të financës. Por nuk shikoj gjë problematik që të jenë të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat. Do të ecin gjërat mirë, por duhet të kenë kujdes shpenzimet, se mund të kenë dhe një humbje të financës. Okej. Mund të kenë dhe një humbje të financës. Po në përgjithësi do jenë mirë. Okej. Mirë, më pëlqen se Elena në fund të thot dhe një fjali kështu, po në përgjithësi do jenë mirë. Mbasi ka ca humbje, ka ca vështirësi, ka ca shpenzime, ka ca ngërçe. Peripecirat, po jo për të shqetësuar se e di që e thua për të mos u fiksuar njerëzit mbas këtyre fjalive që mund të duken pak të vështira, por jo se tham pastaj babo, më lexoni Elena në parashikimin e më ka. Okej, ku jemi? Britsjapi, po. Britsjapi ka të bëjë me personat, do përballet me personat të çelik autoritar, shefa e prore, drejtore, qeveritar, do këshillohet nga persona të moshuar, mund të jetë një motër, mund të jetë një vlla, mund të jetë një baba, mund të jetë diçka, por do ketë stabilitet, do stabilizojnë gjërat. Nëse kërkon rrugë zgjidhje, do kenë rrugë zgjidhje, do zgjidhen gjërat e tyre. Mund të kenë pak rënde psikologjike, kanë shumë mund të kenë pak rënde psikologjike, po jo për të shqetësuar, janë shumë luftarak për veten e tyre, shikojnë drejt horizontit të largët, me një vendimari do marri një vendim, do i pëlqen çika i ajrit fshatit, por në përgjithësi do jenë mirë. Do kenë një ngritje ekonomike, financiare, shëndeti do jetë mirë, në lidhje me dashurinë mund të kenë pak pengesa në lidhjen e tyre të dashurisë, mund të kenë dhe përplasje, mund të kenë dhe xhelozi, por jo për të shqetësuar, në përgjithësi do jenë mirë, pavarësisht që britsjapët e kanë ndier veten çik të bllokuar, do kenë rrugëzitje në gjitha drejtimet. Shumë mirë. Ujori edhe peshqit janë dy shenjat e fundit që kanë mbetur, në të cilat ne do të ndalojmë tani, dhe është radha e ujorit. Ujori në të kaluarën e tyre, ujori ka kaluar traume, aksidente, operacione kirurgjikale, ka qenë kolektuar një prishje planësh, falimentime, shumë e vrejtë shpirtërisht, probleme me shëndetin,
shumë thika mba shpine, shumë tradhti mba shpine dhe çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur një thik mba shpine. Mund të ketë ndruar jetën ndonjë person i familjes dhe shumë i vrasë shpirtërisht. Nga ana financiare ka pasur një lëkundje, por shikoj që ujori duhet të ketë shëndetin, në ratë parë duhet të ketë shëndetin, se mund të kaloj ndonjë operacion, mund të kaloj ndonjë problem shëndetësor. Nga ana financiare ka pasur një lëkundje, por përsëri do ketë ato stabilitetet, duhet të ketë kujdes, duhet t'i besoj intuitës saj, energjisë saj, se mund të përballet dhe me një energji negative që mund ta bllokoj emocionalisht. Një person i tre do hyj në marrëdhënien e tyre dhe në momenti që e ka lënë të mërzitur, e ka sharë, e ka tallur, e ka bullizuar, duhet të ketë kujdes pjesën kolektive, është në pritje disa përgjigjeve, po do marrë përgjigje pozitive. Puna. Duhet të ketë kujdes ujori, nëse një ujor ka një biznes, duhet të ketë kujdes se mund të përfundojë dhe në falimentim. Në falimentim, duhet të ketë kujdes. Por në përgjithësi do gjenë gjëra të mira. Ujorëve i them që duhet të kenë kujdes shëndetin, se po i parashikoj për një operacion. Duhet të kenë kujdes. Në financë do jenë mirë, në marrëdhënien e tyre, në qoftë se janë beqar, në qoftë se janë të martuar, do kanë marrëdhënie të mira, por duhet të ketë kujdes shëndetit. E kuptoj. Duhet të kenë kujdes shëndetit. Dhe shenja e fundit është shenja e peshqve. Peshqit nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, duhet të heqin fashën e syve, do shikojnë më përtejt, në qoftë se kanë pasur probleme si në punë, si në dashuri, si në familje, si në financë, do shëshojnë gjërat pak nga pak. Ka një takim, një telefonat, një rikthim, ish partneri ose ish partnere, një udhëtim të furishëm, çdo situatë ka ndalë përpara çdo fortune, por kanë të bëjnë me persona që mund të jenë serioz dhe korrekt dhe kur gabon nuk i pranojnë asnjë gabimet. Shumë thashë theme do i kena ajër, te dëshira do i kena arë, po diçka ere po i vjen. Agjensia udhëtimi mund të marrë një takim, mund të marrë një udhëtim të gjatë, ose mund të marrë një vizë, qofse kanë aplikuar për një vizë amerikane, mund të marrë një vizë. Udhëtime të gjata dhe diçka ere, do i vi një energji pozitive dhe mund të jetë një takim i rastësishëm. Mund të jetë një takim ish të dashurin ose ish të dashur, ish partnerin. Një takim romantik, do më thanë. Takim romantik, mund të ketë dhe rikthim. Të bëjnë gati se do marrin lajme të mira, nga një princ, mund të jetë një mjek, një policë, një avokat, një gjyqtar, profesor, ginekolog, nëse kanë bëjnë me seanca gjyqësore drejtësin, do dalin të fituar gjitha drejtime, do dalin të drejta tyre. Por në përgjithësi do jenë mirë, në financë do jenë mirë, në shëndet do jenë mirë dhe do jenë të fituar gjitha drejtime, do dalin të fituar. Ullove? Nga pa. Se ne po të dëgjojmë shumë vëmendje dhe unë nuk doja të ndërpres, po e di që të flasësh, po na edhe. Sa ko kemi? 1 minutë kohë. Keme merak të shtosh diçka, të thuash të një gjë të fundit? Do doja të thoja se ne si astrologji tarotit ngelet tarot. Nuk përfshihet me astrologjin planetare. Është tjetër lloj gjëje. Është tjetër dhe të kenë kujdes personat ku të dinë ku të shkojnë dhe të dinë ku të drejtojnë. Më të shkojnë në persona që nuk kanë bërë kurse, nuk kanë studiuar, të persona që janë të palicencuar dhe mos bien viktima prej mashtrimeve si klientelat që unë kam 3-4 klientela kanë kaluar në depresion dhe i kam mbajtur me kuraj, më zi kam sill vetë. Vetëm nga një derë gabuar, një derë gabuar, të dinë në cilën derë ku të trokasin. Shumë delikate. Të dinë ku të trokasin. Më vjen mirë që japim letrat tarot, po e themi që jam edhe live, mos bien e mashtrimeve se taroti nuk bashkon. Nuk bën ribashkime, është thjesht një letër që parashikon. Nuk bën një pastrim siç i thon, nuk bashkon, nuk bën bashkimin, për shembull të marrim diçka, shikoj se kam pasur një rast, kam pasur një lart myri dikush në dritare, më ta dua bashkim anë me bën. Po, edhe me gërma. Unë jam shmangur dhe i kam thënë, kjo është astrologji, është astrologji dhe të jep këshilla dhe nuk bëhet bashkimi a jam më bën. Do me thënë, po e shpërdorin shumë tarotin, që taroti po të ysh edhe në Google, të thot të bën thjesht një parashikim të jep këshilla. Por deri aty tek njerëzit e dur dhe jo të gjithë ata që mendojnë se mund të bëjnë mrekullira në jetën e dikush që nuk ka kaluar një moment të vështirë. Përveç Zotit, para Zotit nuk dalin. Më vjen mirë që e mbyllëm kështu. Elena, të pres përsëri në studio. Faleminderit gjithmonë të kem këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndajemi tani, shihemi nesër. Ditë të bukur.